Audio Jungle. Përshëndetje për krejt juve që jeni gjithmonë me neve me televizionin DTV Media dhe me emisionin Dita me me, me mua Diorën, po takohemi edhe sot si çdo ditë tjetër të javës, nga hëna në të premte, ju e dini që gjithmonë jemi bashkë, do të jemi bashkë edhe gjatë këtij sezoni që e kemi pak më nxehtë, po do të mundohemi që të relaksohemi edhe të freskohemi bashkë me njëri tjetrin. E sot faktikisht e kemi një këngëtarje të mirënjohur, unë kam derin që e kam përballë, me je kemi Mimën, e cila vjen nga Zvicra, po besoj që vetë se jeni njohur me krejt karakterin e saj, me dukjet si dhe me këngët e saj, po veçanërisht me zërin e saj. Faleminderit Mima shumë që ke gjetë kohë sot për me ardhur dhe po shpresoj që kemi na tregu shumë çka edhe nga përvoja shumë vjeçare si këngëtare dhe si artiste njëkohësisht. Mirë se u gjeta, faleminderit. Kam kënaqësinë që jam në misionin e juve. Njëherë përshëndes dhe gjithë shqiptarët kudo qofshin që janë të nda këto minuta me neve. Faleminderit. Në përmenda Mima që je goxha gjatë në skenën muzikore, desha me shku pak me u kthy në kohë, me na tregu pak çysh ka nis Mima krejt rrugtimin muzikor. A ka qenë gjithmonë ajo dhe Mima kur ka qenë e vogël që ka dashur? Krejt nga fillimi me fillim. Krejt nga fillimi, po kemi qef. Papat e parë kam filluar në Podujev, në shkollë kuptohet. Mandej me shoshnin Josiprila. Prej aty tani kam kalu në Prishtinë, po njëkohësisht jam regjistruar edhe në medicinë, edhe me momentin që unë kam fillu fakultetin e mjekësisë, jam detyruar më ndalë. E kom ndërprej me një pauzë për mi 13 vjetë që ashtu muzikën, edhe mas 13 viteve prapë kur u ktheva në Kosovë, më dha drejta, se 10 vite s'kam pas drejt hiç me ka në Kosovë, dhe mas 10 viteve kur më dha drejta marrë në Kosovë, puna parë që e kom ba është, kom trokit në terren e Naim Krasniqit, kompozitorit dhe këngëtarit shumë të njohur, edhe ai mi ka qelë dyrt. Kam fillu do me thonë 20 vite ma përpara me Naimin, edhe muj me thonë se jo për çdo vit ka një këngë, po nashta i kam përmi 20 këngë tina deri qtash. Që keni bashkëpunuar? Unë jam shumë mirë njohse dhe asnjëherë nuk muj pa e përmend ato që mas pari mi ka qelë dyrt, kur unë s'kum ditë ka mu drejtu për shembull. Si ka qenë dështë ta eksperienca pas 10 viteve, që shë kujton Mima? Kosovën? Po. Kërkun ajo që e kisha lanë. Jo, për ma mirë a për ma keq? E kujtoj momentin kër unë jam dalë për banesës në bregun e Diellit, më nisë për Gjermani, po më shqetë të trupi, ato shoqet e mia, një 60 që i në kom banesa që i në njoftë, vetëm vajza, si Poloni e vogël, që i kum lanë me latë. Kur jam kthy një ditë mas 10 viteve, as u kam banesa, as u kam bregu i Diellit që ne kum lanë, as shoqet e mia më të njëjta, të kishin ndru senet, kishin ndru njerëzit, edhe me një fjalë unë u pata thysh shumë, edhe u pata mërzit shumë. Po, gradualisht fillova mu adaptu, fillova... A fillove më ardhe dhe më shpesh në Kosovë? Po, sa herë vjen unë tash Mima? lidhjen me Kosovën e kom majt qasht fort, sa edhe fëmini kom pakzu me emra, Ulpiana dhe Dardan. Okej, me lagjet e Prishtinës, a? Po, me Dardanin tonë dhe me lagjen e Ulpianën. Po dhe me lagjen. Edhe në shpitem është rëpsisht të ndalume me folë gjermanisht. Fëmija mi, për shembull, 2 kanë lind, vajza është 25 vjeç, djali 22, 2 kanë lind dhe në rrit në Gjermani, po nëse ti takon që tash në rrugë, ti as që e din që ata jetojnë në Gjermani. Nuk dalojnë, a flasin Shqipen rrjatëshëm. E folin Shqipen komplet, i kom që në shkollë Shqipe, vajzën, do me thonë 8 vite, edhe në gjermanisht edhe në Shqip, po të njëjtin fatë se kom pasë edhe për djalin, se kur u bo djali shkolla Shqipe më bëllë. Mirë po dhe e folë dhe e den mira. Po, te unë është rëpsisht të ndalume, as fëmija shotë që zgucojnë me folë gjermanisht. Shumë mirë, sepse pas një bajt gjallë edhe këtë primin edhe gjuhën, edhe pse atje është goxha vështira. është e vështirë, se nëse ti e lejon fëmin me të folë vetëm gjermanisht, a i ka mu asimilu shumë shpejt. Edhe dikur ka me harru gjuhën, nëse në momentin që të mija harron gjuhën, a i nuk do nas me ardhma, se ndihet i distancun për i këtyne këtu në Kosovë, kur nuk mundet me thonë ato që e donë, po jo. Mja mirë shumë të lidhë me Kosovën. Mja mirë që pikrisht edhe ju ja keni mvesh edhe këtë dashurina, sepse është prindja që e përcjella gjenerat pas gjenerate dhe nuk e lëndë është e mbanë gjallë gjithmonë.
Po jeta ka njëherë të rrotullon, për shembull, shoku ai ka studiu juridikun, ai ka pas do rregullat vetat, unë me mjekësin e lane përgjyst, edhe unë dosenet mijat, jemi mundu me mbajt atë frymen Shqip, muzikën Shqip, tëna, dhe para koronës, unë kam udhëtu shumë shpesh. Thuj se më ka shku jeta mes Gjermanisë dhe e kam edhe këngën e Gurbetit, që thënë, e vendosur në dy shtëpi, shumë kilometra ndojnë këto dy, por e huaja ku do që të ri. E huaja në Gjermani. A ndjesh ashtu mi madhe sot? E huaja dhe këto. Edhe atje dhe këto? Me thonë drejten ka një herë. E di ku e ndjej vetën se jo me huaja, këto në mbrëmje më mëzonë nata në rrugë, e më përcjell një ndjenje frikës, dyqysh nuk e kam atë sigurin. Se di as vetë. Ato nuk e di as vetë. Bashkë kemi diskutu pramë këtë temë, nuk e di as vetë. Nuk kam qef me nejtë vetë, për shembull në banesë. Në Gjermani jo. Nuk e ki problem. Jo, ma nuk e kam. Ndoshta këto vetë për shkak që e din që janë njerëzit këto, që mundesh mi taku, por ndoshta në atë moment nuk i ke. Jo, nështë edhe është edhe ajo, ka mundësi. Po, si do që p'tjeta vazhdojnë. Megjithatë, ti vjen shumë shpesh, tash edhe për puna, të vjen më shumë edhe puna. Qka të solli kësa here? Herën e fundit, isha para, nuk i ka as 2 muaj, po më duket që kam qenë herën e fundit, kam incizu 4 këngë me kompozitorin dhe këngëtarin Hysni Klinakun, cilën e përshëndes, jam shumë falenderus se mi ka bo do këngë super të mira, hala nuk janë dëgju. Tash prap i kam edhe 4 tjera të ajë mi përfundu, një bile e pra me folën për me dërgu në këtë festivalin në RTK, nëse pranohet, edhe nesër mas nesër po ashtu këm gjirime me Naim Krasniqin, me Arlindën. Na të kemi në zonë kështu para gjirime, ba? Inshallah nuk ta marim energjin, edhe pse ti je një është për energjin që e ki. Naimin e njofin gjithë së është një besnik i muzikës popullore, a i kur ndëgjoj që unë e po vi Arlinda, ma kishin që një demot një kongës, ta ma një limonad, për ata që dojnë muzikën popullore, shumë të mirë. Që pas me më fresku, po mdoket këtë verë. Edhe vendosa mi abo shpejt klipin, nëse ata mujnë sot mi kompletu krejtë senet. Pa tjetër. Me qenë se po rrim këtu të kongë, sa po është e losme, sepse 4 kongë më ardhë mi bo, nuk është një punë shumë e leta, mi manë. Te punë tash është shtu, ne kam një vlla, një Gjermanisht i thojnë grose golt, një dukat malë, që është atë shumë i talentuar, për ndryshe a i kongën e parë dhurat adorës e pa të punu. E ka punu aja. Po, qysh atëhere, edhe është të mi shkru testet, është të mi bo vinë melodiket kongëve, me atë shumë kujdes, me atë shumë dashuri, a i bon është një tekst shkru si mrekullushëm, po edhe kongëtar, kënon aqë bukur, e ta shumë në vetëm për i lypi studiot private, këte kush po më konvenon me shku me bojnë qizimin dhe miksimin. Ato kongë tash që kam i incizu janë krejtina të vlaut të mikut. Tina, janë balada, janë këngë ritmike. Është puna tina. Është një zhondër krejt i ri, se zhondri po në rëmpin. Unë e kom provu shumë zhondra, po që ta ju asë njëherë. Muj me thonë është një zhondër i përzim pak me greqisht modern, diçka i lojt që shkëndon që ashtu Niki Emra, diçka që si loj. Jo një zhondër që unë e kam këndu asë njëherë për para. Ka shumë pak ndështë artist që e provojnë vete në zhondre të ndryshme mima, ndështë edhe frikson me eksperimentu, po që ti nuk e ke pas atë problem me sa di. Jo, unë e kam fillu, kur kam fillu albumin e parë që e kom bo në Gjermani, u konë techno, u konë oriental, u konë krejta zhondre të përzime, edhe kur ka mardh, e ka pos Baba i Medës, Hasani, drejten ati albumit, edhe kur e kom bo albumin e dytë, edhe ka mardh me bo në 21 promovimin, unë e të mendu që njerëzit pedin që është albumi jam i dyti, e në realitet njerëzit me ndojshin që është i pari, sa i se kish pas prut parin heqë në Kosovë, kish pas shqit betëm në për diaspor, edhe unë e promovejsha dytin, edhe më thanë duhesh me kënu ma shqip, se ki kënu ma shumë bugarski, ki kënu ma shumë, edhe që shmi kam bo në Gjermani. Edhe dytën e bona komplet shqip, të pata punu të burim Krasni, që mos gabofsha me të shpejta sond, krejt albumin, më dhamë vërejtje, duhesh me kënu shqip, edhe tretin ja lash në dore Emra Komit, le të bon shkadon vetë,
Po, çdo album do më thonë ka dallu për tjetrit. Edhe për kujdes ndoshta që çdo herë me sjell risi, edhe pse e dim që tash dita e ditës po ndrona, sot po dal një zhanër tjetër, nesër diçka tjetër, po duhet gjithmonë mi u përshtat edhe tregut edhe ato çka e ndëgjojnë njerëz. Mirë po, ajo çka ne e vërejmë edhe si publik është edhe që këngët e mira gjithmonë mbjetojnë, ato që ndoshta janë afat shkurtë i harrojnë. Aty desha me cek. Për shembull, se 3 albumet e mrama, 5, 6, 7 i ka pas Dauti e Rolindi, edhe unë uftova për një 8 mars me kënu në Pudujev, s'kisha qenë shumë motim Pudujev, edhe në thash nuk kom njef kërkush tash atje. Kur shkova para Benidonës, aty kërejt e kanë kënu këngën tem. Unaza jem, nuk e dhja e kënë dëgju të këtë këngën Unaza jem. Po në jam konë atë shumë e befasume sa kum kajt, kur i kom një kret ato qika të kënu këngën tem. Jo se kom prit. Jo se kom prit. Qysh ishe ndërshta kjo ndjenja me pa publikun duke këndu këngën tënde? Shumë e mirë. Shumë. Plus, aty nuk i kanë lënë mande as me hi krejt, kanë me të plot, si kanë lënë as me hi që i kanë këtë të mas. Kur jemi të këngët, është edhe një këngë, ndërshta po themi pak më sentimentale, kënga Lotani, që unë kisha dash që ndërshta mos me hi shumë në detaje, për shkak edhe të rastit, ato po talë ty në dorë. Mirë, po e di që është një këngë që për ty do të thotë shumë edhe që është ndërshta pak më ndryshe se të tjera, ndërshta regjia mundet me lëshu edhe në sfond më ndaj që ta kemi një pasqyr edhe të spotit edhe të videoklipit, po më ndaj edhe të këngës. Pse do me thonë më shumë për ty kënga Lotani? Kënga Lotani jeta na përballon, na sjell në rrota të ndryshme. Për një moment, kur ti mendon se kreti ke qitë në vit, vjen diçka dhe ta rrotullon komplet jetën. Unë u diagnozifikova me një lloj tumori në kry, që 6 muajt e parë nuk kom mujt as me akceptu, as me pranu atë realitet, se unë personalisht që i ku majt gajlet e krejt dyjeve, unë pas na qene smuta dhe nuk e pas na dit. Kam luftu, do me thonë, gati 3 vite me tumorin, se s'ka mujt as kush më mbin me një operacion. Mas 3 viteve kur e pash u dërzova, u pshteta për muri, u detyrova me hinë operacion, edhe kur të falenderu mas pari mjek vetje, lutjeve të njerëzve të mirë, edhe punës të mirë të mjekve, do me thonë, unë jam sot qëtu po rri me ty, po flas me ty. Edhe i jashtëzakonisht pozitive. Meta, e kom fjallën, jam meta prap, që shkisha qenë. Edhe këtë këngë e kom ba, të dash mi falenderu dhe krejt ata që i kanë da gajlet e mija me mu, që kanë kajt bashkë me mu, shoqnin, gjithë familjartë. Mima, kur për të dëgjaj, unë për rëqethem, edhe për besoj që je inspirim edhe motivim për krejt ata që kanë kalu në situatën tonë, por edhe për krejt ata që përna shikojnë. Qka ju kishe thonë aty në veç? Unë i kisha thonë aty nëse gabimin që nëse diagnosifikohesh me një smuj, gabimin që e kom ba, one për shembull, e kom bajt një barë qaq të ranë 3 vite, të luftu mes Cystinës, mes Gjermanis, mes Prishtinës, sot në Gjermani, nesër në Shkop, me shpresë se po më thët dikush pështove për këti operacioni, e kom bajt atë barë qaq të ranë, e kom rëndu aq shumë vetëm pa nevoj, nëse diagnosifikoheni, inshallah nuk do zoti askush me diçka tillë, lërën e ndorën e mjekut, bëne me një ren, nëse do një me pështu ma let, edhe s'ba mu dorëzu asë një here. Faleminderit shumë, Mima, për këtë fjallë. Shpresa është me forë se gjithë shka. Nëse dorëzohesh, përfundon. Sigur t'isha dorëzu, në besoj që sot s'isha qëtu. Si a del që i ka që fort, Mima? Kush të Kam 2 fëmijë, kam 2 fëmijë, kam burrin. Janë ata që të mbështesin. Kam fonsat, masit jemi të fonsat, du të përmeni një vion, që e du shumë, që vetëm kërë e shumë Facebook, ato më zbukurohet dita. Oke, e një fansë e jotë, ja? Kam shumë edhe shumë tjerë, që mi qojnë video të këngë, të iknu sidomos që atë këngën Unaza jem, janë do djemë 3 vogël, janë do vajza, që vazhdimisht kom shumë video të tyne, bile një ditë e njona, ma ka qu videon, edhe kur i shkone vogël, edhe tash ish rritë. Dhe më thëmë me atë këngë është rrita, me këngë të tua. Që është kjo ndjenja me i pa generatat e mirë, unë kom qef edhe mi taku. Asaj vionës ja pa ta bo surprizi, pa ta shku të mbromja maturës.
edhe u pendova që i shkova. Pse? Se A ka rock qajt? and drill në atë shumë, filloj me kajt, ju prishën qërpek, s'disha mo qysh me qëtësu. Pas ka shumë grimi për matur, po me gjithë se t'ka taku ty, kështu që s'ka Është- dalë keq. Ka shumë, është edhe një farë Martini, në Gjermani, komplet dhomën e ka me fotot mijat, edhe ato e përshëndes shumë. Do më dhënë edhe kujdes është njëkohësisht edhe për fansat, a? Nuk je që... Jo, unë gjithmonë jam në kontakt me ta. Ose nuk ja këtëm përgjigje. Jo, vetëm që atë kohën kur më ka pauzu jeta në stop, do me thonë, kur jam dorëzu për jetës, kur jam tutë se si isha e gatshme, si kisha kry krejt obligimet me plotësu fëmijëve të gjitha sanet, a din që me ditë që po i lo zot e vetit, që s'ka nevoj për mu, do me thonë që atë kohë jem një shumë keq, jam mundu edhe unë mi bodo sjellje arrogante me njerës, ata që i kum dasht, për shembull, ty të kom dasht shumë, kam provu mu sjell shumë keq me ty, që nesër, nëse mu më ndodh diçka ti me thonë shqyqyr që u heq, se na pat Deri jo. në atë pikë, ndoshta Deri në atë pikë kom ke shku, mbri, po a? sa kom mendu që ti mos më mërzit nesër për mu, po me thonë, na shliroj zoti, u heq. Me që atë falë Zotit, je mirë, une është hera parë që po takoj mima, po jashtëzakonisht ke një energji kështë rezatuse pozitiva, që e përqën kudo, edhe qoftë me fjallë që i thu, me qetësin që po të karakterizon edhe me zonin tënë. Kështu që ne urojmë që gjithmonë t'i kemi afër këta njerës që janë kaq pozitiva. Faleminderit. Sepse tek e fundit jeta është shkurt, do të me nejt afër njerëzve që i doj me kalu kohë me ta, sepse tek e fundit ajo është më e rëndësishme në fund të ditës, a? Nuk ka asgjë më të rëndësishme se shneta. Po e hupe ata e ke hupe që tha, edhe milionat nëse i kene për tokë, veç kimi këqyrë, largomi. Nuk bëjmë puna, në atë pikur puna asgjë. Këndrine kush më mirë se te e den, që vetë se i ke kalu dështë më të keqen, po tash po shikojmë për para. Tash jam mirë. Tash jemi nuk shumë mirë. Nuk dorëzona edhe nëse prapë duhet mu përballu, do të përballohna edhe me. Do të përballohemi, akoma më të fortë. Po. Je ardhë tash edhe për sezonën e verës, apo je ardhë vetëm për xhirime, Mima? Këtë herë erdha për këto xhirime. Edhe për sezonën e verës, kam oferta, edhe kam pas oferta, përpara kam këndu shumë Maqedoni para koronës, do me thonë komplet sezonën e për Maqedoni kam qenë. Edhe këtë herë kam pas oferta, po nuk kam marrë shumë. Kam marrë aty këtu, ku i kam njoftë shumë, do me thonë. Edhe i falenderoj që prapë ma kanë besu, do me thonë me kam me mu. Unë mundona me jep maksimumin që shuk më dhanë gjithmonë. Pa tjetër edhe është një përgjësi gëgje madhe, a? Nuk më lodhë muzika live mu asë një herë. Kam ndodhë, kam kënu para dite prej 10 dhe 3, prej 8 mbrëmje më konë deri në 3 natës. Nuk më duhet asë ndimë, edhe pse e kam grupin, ama për live më njofin që unë e s'lodhna. Për live edhe po besoj që kjo është ndër arsye që ata të kanë zgjedhë sa vite. Pe playback i zakonisht edhe bëj gabime, kur dalë gjirime. Kështu që ma letë e ki live, a? Ma letë live. Sa është ndoshta përgjithësi e madhe me qenë, si të mos në data të rëndësishme, kur është fjalla për darsmat, për ahengjet, ku ti ke marrë pjesë dhe vazhdojnë me marrë pjesë, Mima. Sepse është gogja një përgjithësi e madhe, le të themi kështu, veç se jenë ditën më të rëndësishme të një qifti, të dasmorëve, të dy familjeve që po bashkohen. Është përgjithësi, të rënë krye, një dita 2-3 për para, edhe unë zakonisht jam shumë precize, unë kam qef me shku shumë punktli, gjithë shka me shku me regull. Një përmend edhe dasmat në... Edhe gjithë kun jam do e knashne, dhe pëthuj se gati të gjdoj dyta familje që kam këndu, sot kam kontakt prapë, vazhdoj me pas kontakt me ta, ama i kam zbaz britje, dhe më thonë, i kam redusu numrin e darsmat që i kam pas për para, nuk kam marrë ma që shkom marrë për para, se une nuk jetoj prej muzikës, ne kemi një biznis familjar, që jemi të angazhum të i sekret familja, për pos me e kënon edhe djali. Okej, ani munde me ndë njerë me ju pritë të dyve bashkë në studia, që me ju ndë të dyve. Po, prej muzikës nuk jam në mbarmet. Djalit pas kanë gjatë ty, a? Po, ta them të drejtën, thuj se edhe darsmat që kam knu në këtu për para, muj me thonë, lirisht se gjysën aty në pare, vë në i kum lanë në për njerës ka kam pas nevoj. Je kujdes edhe për atë pjesë, a? Nuk du me cek, kusht tek, veç ka ndodhë që edhe banes kam japë. Ke dhonë banes në ndima? Kam japë
në për njerëz ka janë kanë me nevojë, si kum kthy asnjë tretën për Gjermani. A e ke marrë vetë këtë iniciativë, vetë ke pas dëshirë Mima? Jo, unë nuk kam mujtë kur kam shku te dikush dhe kom pa që ati pi mungon për shembull gjani elementar. Unë kur kam shku në shtëpi ose kur e di unë se motra i mungon çky sen, mu nuk më shkon as buka, më çtu. Duna me nda, mi avon, e kemi obligim. Sa jam vlerësuar Te unë këto? 5 fustana nëse jo normal, i lo 4-5 duna me hek, së është i tepër për manë se frymën. Duna me hep dikoj vesh me mendu kujna i bën këtë tash, cilës i bëta mën, mja që me gëzudikën. Çdo vit ndoshta nuk ndrën, a? Jo, gjithë. Sidomos diaspora jonë, Mima gjithmonë ka ndihmuar, asnjëherë nuk na ka harru qoftë kur kanë ardhur verës, dhe për shumë edhe qytetin tash fillon me u zbukurua prej pranisë, prej atmosferës që e bëni jo, që besa na keni ndihmuar gjithmonë, qoftë me anë të remitencave, edhe qoftë me kontributet e tjera. Sa është vlerësuar ndoshta ky kontributi? Për vete është e raport që po ndëgjoj, mjafton që e dinaj nalt. Okej. Me rëndësi është vetëm Zoti me ta ditë, nuk e me rëndësi. Unë nuk e jap për shembull për më vlerësu te kërkush. Unë e jap me të gëzu, me gëzu për shembull atë person nëse e shoh që është keq, kur e shoh që ai është gëzu, unë e ndjej shumë një lehtësim. Se gjonat materiale janë gjonat që na vetë i bojna. Për shembull, ato sot i kene sër nuk i ki. Gëzimi i një personi është shumë i madhe për mu, ka shumë domethënie. Mirë mirë që ka ende kësi njerëz, Mima, që kanë shpirtin e bardha, janë të drejtë, ndihmojnë, sepse... Edhe pse ka njerë ta huq. Shkon edhe gabim, po. Shkon edhe gabim, a? Ka pas raste tilla? Me cek po më duket pak si palidhje, po ka qenë një rast, po për ceki, ka qenë përmes televizionit një familje, që une nuk e kom ditë, tani e kom marrë në vesh prap 21 prej dikuj aty, që aj 5 personave kish marrë pa rogë mujore, që shikum që unë 2 vite rogë mujore ati asaj familje, prej Gjermanis. Edhe me momentin që ajo më thirë, thëtë e kam një tokë me vlim bardhësh, dikon rrëth 70.000 eurove, edhe unë e kom thirë atë personin e 21-shit, tash se s'pëdu me cek emra, që mas pari ma ka japë kontaktin me të, më ka thonë, halo, jetu i që pare ti? Këmë thonë, po, ndërpreje se aj ka bëllaj po blenë tokë më bërnis për marrë në shpi, e i ka shfrytzu 5 familje me ty bashkë. Do me thonë e ke kuptu tek pas 2 viteve, a? Pas 2 viteve. Po nuk ka lidhe me talal i kofshin. Gjithsesi ti ke vazhdu me ndihmu të tjerve, Mima, nuk je ndalë vetëm atë rast. Jo, bile shumë herë ka marrë dhe kritika. Nga rrethi, nga kolegë, nga familja? Nga familjar, nga rrethi. Se po i ndihmon, a? Po gjithsesi, unë besoj që duhet me ndihmu gjithmonë njerëzve, sidomos atyre që ka nevoja, po themi, kështu që patjetër. Vjen mirë që ka edhe njerëz të unë mendoj se kemi obligim patjetër. Se edhe mua më ka ndihmu dikush dikur, edhe mua më ndihmon nesër dikush. Mjafton për shembull vetëm për mua u kanë bollë që ndihma morale që ta jap dikush në kohën kur unë më kanë qenë më të vështirën për shembull gjatë operacioneve apo gjatë koronës kur unë më kanë intensiv pa vetë 11 ditë kur kanë thirr ekstrada, njerëzi me emra, vazhdimisht për çdo ditë se është shkumbim kryziuar me Triç Bagiçi, na impresnicia tjetri ka thirr për shembull Arta Frizerka, ka thonë ju lutem dërgoni vetëm kontën sa duhet me dërgu Mimës për shërime, aja ka mendu se duhet me pagu vetën, edhe pse atje s'kem na me pagu se kem sigurimat. Unë ato si harroj kur të aty në personave. Ajo është ndihmë morale për mu, që mu më ka jep forcë, se kom ditë që ko ka dikush që po lut ka për mu, ko ka dikush që po ka i ka nesër për mu. Mima, po këthemi pak të jeta në diasporë dhe në Kosova, e bën ndoshta një jetë të dyfisht, po themi, sidomos ta që janë pjesë e mërgatës e diasporës, gjithmonë e bën një jetë dyfisht. Qysh është një ditë e zakonshme e Mimës, kur qohet në mëngjes, deri kur vjen në mbrëmje? Tash jam pak me e lirë, se jënë rritë fëmija, në votësot e vetit. Nuk kam i qunë për sport, apo s'kam i qunë për shkolla mi marë, me më shku gjysa ditës vetëm unë kërë. Tash, i ndihmoj shokut, kemi një biznes familjar, kam gjitha obligimet e familjes shkojnë për dorës tem. Po mendoj flet pagesat, blenjet, edhe unë e bëj, edhe unë jam si gjitha nanat shqiptare, krejt atë fund që e bënë në jote bëj edhe une, do me thonë, krejt normal.
Krejt normal. Une nuk e shoh veten, muzikën e shoh hobi, mjekësinë e kom pas gjithmonë pikë që s'kam arrit deri në fund, profesion të fiksuar në kry, e muzika ka qenë gjithmonë vetëm hobi, po ndodhi e kundërta mu kthy muzika në profesion, mjekësia meti vetëm ëndër e pa realizume, ato certifikata, diploma, shka i ku pas licenca, më kanë met vetëm në përama në morë, po ja që jeta është ka njëherë qështu. Jam prape lumëtër që arrimin i mu burrit në biznisin familjar, për mu gjdo punë është punë, gjdo punë është e mirë, gjdo dinar që ti marrësh ti me punë, pastër për mu është punë, nuk është marrë, gjdo punë që ta bëjsh është punë. Edhe unë kam respekt, si njejt nuk i dalloj, si ato që punon drejtor, si ato që ma pregadit për shembull një sandwich, dhe unë janë krejt barabartë. E përmendim ima dhe djalin, që vese ka fillu me më marrë me muzikë? Djali besa shumë vite për para, po a i kënon vetëm gjermanisht deri që tash. Halon nuk kam provu me bind. Me u këthi kënej. Po, a i ka nashta 200-300 kongë po të vetat. A i vetë e ka studion e vetë shkruan teste, vetë mikson, vetë bën demot e muzike, vetë inqizon, gjitha. Gjitha i bën vetë. A ke mendu ndë njerë me bu një bashkëpunim, apo nuk përputën të shta dhe zhandrët? Nashta se kam mendu, për me të vërtet se kam mendu, po në të ardhme nuk e di, nëse e bindimit në Shqip, do t'ishte shumë mirë. Po problemi është krejt komunikimi, se a i këtu nuk po njef, edhe ka fillu tash në drejtim, po te a i shkojnë edhe bojnë kongë plot. Edhe është qatë shumë i angazhu me atë studio gjithë natën. Edhe i ka fenomenal kongët, edhe kënon fenomenal larg ma mirë se unë jesë shumë rapa prej tina. Se përdu kështë të mima? Se këndon, është e vërtet se këndon shumë bukur. Edhe është shumë i zoti, ka pas një ofertë për një kontrat si kongëtar atje, po jo, në realitet e ka pas ofertën si producent atje me punu, e kjo ka dasht edhe si kongëtar, edhe nuk e ka pranu ofertën, po pret, Me që të jeta është e gjatë, nashta pranon do një ofertë. Ka oferta sa duash, edhe mundësi kështë që pa tjetër kur dhe që vjen Unë mendoj se nëse diçka të fiksohet në jetë, nëse nuk dorëzohesh gjithmonë ki me arrit ato. Sakt. Unë nuk e kam për krahë, ta them drejten shumë me muzikë, se kom ditë se kjo rruga e muzikës nuk është krejt me lula. Nuk është që shohin njerëzit direkt në televizion, se për me ardë deri te televizioni aty ka dhe shumë sene tjera që të vinë deri aty, nuk kom dash shumë me kanë i angazhumaj me muzikë, po edhe kundër si kom dalë. Kjo që ka vendos vetë, mës mire, ka gjithë rrugën e vetë? Ka gjithë rrugën e vetë, shkollën e kam baru, si ajo, si ajo si vajza. Po, përmendëm pak edhe jetën këtu në Kosovë, a me ndonë mima me u rikëthy për gjithmonë në Kosovë, edhe pikërish me qëndru këtu? Është një pyetje shumë e sikletshme, se i kom dëgju shumë diasporës që thojnë, në pleqëri me ndojnë a mu këthy. Une nuk me ndoj asë njëherë me kanë larkë fëmive. Nëse fëmija e mi nuk këthejhen, tjeshe sigur sa së nuk këthejna. Jo, une nuk thamë se këthejna, për derisa fëmija mi jetojnë larkë me, jo, asë njëherë. E nëse fëmija e mi shkojnë edhe në Afrikë, në shkoj edhe në Afrikë mas tyne, se jo në Kosovë. Që kunde që janë ata, me u rikëthy ata në Kosovë, i ardhë. Po, me gjithë qef, me gjithë qef. A veni bashkë me fëmijët në Kosovë? Vajza po, zakonisht me mu është këtu. Ulpiana është këtu me mu. A i pëlqen, sepse ne i shojmë... Ulpianës shumë, se ka dhe shoqe edhe i pëlqen shumë. I pëlqen shumë, a? Sa mirë me ndëgju, pikërisht që edhe gjeneratave të reja i pëlqen me ardha. Ajo vjen edhe vetë edhe pa mu, ama prej që jem operu, ajo vjen zakonisht si për cilë se imi janë aeroplan. Ku e shpenzoni më shumë kohën? Rëni në Prishtinë, rëni në te familja? Premten do të shkojmë në Deçan, me vizitu pak Deçanin, me një dy kere e na bofë, e kena bo plan si ti kry klipat e Naimi. Deçani për qef, apo me vizitu? Jo, vetëm me vizitu, vetëm me to, për qef. Jo, kështu me inqizu apo diçka, veç dashtu me dalë paka Deçani, se unë për veti personalisht në Deçan e maj men vetëm për i kërujmë po në vogël, s'kam qenë mo. Okej, po pse jo mësë me vizitu edhe vendet e bukra? Herën e kalu me ishim të Isren. E nuk po i shohim këto bukurit që i kemi, këto vendet e bukra, qytetet tona që i kemi. Ndoshta nga njerë po i kemi sytë shumë largë, pos po i shohim ato që i kemi ofër. Bash.
Okej, folëm pak edhe ndoshta për këngët këto klipe që do të përfundohen, do dalin me njëherë që të katërtat, apo po e pret ndoshta një me shiju njëherë, suksesin e njërës njëherë? Jo, këtë zhandrin e ri që është të mi punu vlau Niku, jam të dashtë mi bobilin ja 6-7 këngë, se kjo është krejt një zhandër që nuk unë dëgjute, unë asë njëherë për para, është si muzike li. Kur dalin këngët? Një këngë është i përfundu me vetëm, deri që e miksu me krejt e kryme, do me thonë, deri tash tjerat ti ka hysi, edhe tjerat pritet me inqizu në ashta javën e arshme dhe 3, e kur t'i bëj 7-8 me bo një album, mi adhon prap në ashta Eurolindit, apo dikuj tjetër, Bareshës, apo kuj do qoftë, kusht e shot që është ma pak lokalist, më vje keq që më përdujevës një asë një produksion se do t'kisha shku edhe unë do t'isha bo lokaliste, edhe pëse unë jom rrit, jom lind, jom rrit në Prishtinë, po rrojti kam përdujevës edhe do t'isha shku prap atje, do t'a krajat. Nuk e kisha arru rrejt, Jo, asë njerë. Ani ndoshta, dikush që përna dhe gjën mundet mandej me të kontaktuan nga përdujeva. E ato nuk du mi bo as klipa, vetëm du mi bo një herë në album biqit, i kam edhe 4 këngë balada që kom inqizu për gjirimet e vitit 3 tash, prej tëtorit fillojnë programet festive. Qështë tash do të me mëndu edhe për gjirimet e vitit 3, ja? Do këngë janë kryt gjirimet festive të vitit 3, do më thonë, vetëm kom ardhë në gjirim. Vetëm në televizionet ndryshme. Do më thonë gjatë verës mundemi me e prit një album të ri, a? Nëse vëllau bot ma i shpejt edhe mi krynë ma shpejt, unë dhe vik në i sora. Pa tjetër, pa, përse që për motrën aj i krynë të gjitha, kështë që mundemi me ndëgju pëse jo edhe sezona e verës me na përcjell edhe me këngët e tua, Mima. Mima, jemi drejt minutave të fundit, ashtë jemi drejt fundit të emisionet, unë kësha dashtë një mesazh, një fjallit fundit, qoftu edhe për krejt ata që të kanë përcjell gjatë gjithë këtyre viteve janë rritë me këngët e tua, që të kanë mbështetur, qoftë për familjar, për krejt kolegë, po qoftë edhe për krejt ata që po na shikojnë sot edhe kanë pa edhe intervistën edhe krejt mesazhet që i ke përçu edhe mundemi me thonë që pikrisht na ke inspiru sot gjithë neve që kemi qenë këtu përballë teje. Unë së pari po ju falenderoj edhe një herë që ma keni dhënë një hapësirë këtu t'jem mysafirët e ju, krejt ekipën e këtij televizioni. Mandej duat ju them gjithë shikuesve që sa do pak nashta na kam pasur gjatë këtij emisioni, që nëse dikush ka një fiksim në krye, mos dorëzohet, por le të vazhdon, edhe nëse rëzohet, edhe një herë nëse rëzohet, dije se ka me arrit prapë në fund, ka me realizu ata që e ka në mendje. Nuk deshta me rrok ka mjekësia, edhe aty mos dorëzohen, nëse dikush ka ndonjë të papritne, se jeta të cilë të litë papritura. Por, kështu, i përshëndes nga zemra krejtve që ndatë minutat me mu edhe njerë. Ti e shembulli më konkret, ndoshta se qysh është një grua e ndoshta kam fortë, bërë edhe e gabime, fuqishme. po Të falenderoj jashtëzakonisht Mima shumë. pak. Jashtëzakonisht jam e kënaqur se të kam pas ty dhe kam shiju, jashtëzakonisht edhe këtë intervistë. Dhe po shpresoj që kemi u taku edhe herave të tjera, pse jo na të presim kur do hera. Me shumë kënaqësi. E faleminderit shumë edhe një herë gjithë televizionit. Faleminderit ty e dashur, shikues të dashur, edhe për juve faleminderit që keni qenë me neve, me mua dhe Mimën kësaj here, patë mundësi ndoshta me pase, si është ndoshta një grua e fortë, e fuqishme, edhe një grua që gjithmonë ja del, kështu që besoj që dhe ju jeni inspiru dhe jeni frymëzuar nga Mima sot, e cila na frymëzoi gjithëve neve. Faleminderit shumë nga unë Diora, pazite sa më të këndshme dhe takohemi nesër në po të njëjtën kohë.